Midis të tjerave të shëra, përveç këtyre elementeve, ne thash edhe që i parë ka beta-glukan. Beta-glukani është një polisaharid që ndihmon në mënyrë natyrale 13 studime në 1 megastudim, pra të përmbledhur 13 ulëmtime që u përmbledhën, u pan që ulte në mënyrë natyrale nivelin e kolesterolit keq ku konsumoj më shumë se 2 ose 3 në javë. Duke qenë një fiber e tretshme në pjesën e zorës sonë, njihet sepse jo vetëm ul kolesterolin, po gjithashtu ai ndihmon dhe rregullimin e insulinës. Ndikon deri te qeliza beta në pankreas. Dhe midis të tjerave, ul dhe rrezikun e problemeve të sëmundjeve të zemrës. Është parë nga kjo universiteti, nga shkolla e nutricionit dhe e shkencës në Louisiana në 2015, që në qoftë se ne konsumojmë të shërë për një kohë të gjatë, atëre kemi parë që një person krijon një ngopje më të madh dhe bën një rënje më të mirë të peshës. Pra ndihet edhe me një ngopur dhe i plotësuar. E dyta, është shumë efektiv në problemet e menstruale, paramenstruale, sidomos të grave, po edhe në kohën e menstruacioneve, por edhe në kohën e grave të cilët janë në perimenopauzë dhe menopauzë. Sepse përveç këtyre elementeve kontribuon në efektet e hormoneve, por ul dhe nivelin e anktit dhe të depresionit, redukton edhe ul nivelin e stresit dhe madje edhe mbajtjen e ujit tek njerëzit që kanë probleme me prostatën. Promovon një gjumë të mirë, sepse tërshëra ka një përqendrim të mirë të melatoninës, që askush nuk e thot. Të gjithë thonë si pas ka kjo melatonin, nuk e them unë. Këtë e thot Universiteti i Hong Kongut, Fakulteti i Biologjik i Shkencës. I bie që meqense ka melatonin të konsumohet në darkë, përderisa se shumica e konsumojnë në mëngjes. Ata e rekomandojnë në darkë. Ky universitet, pra Universiteti i Hong Kongut, pra shkolla e shkencës biologjike, thotë që duhet konsumuar në darkë për efektet të lëshimit të melatoninës. Të gjithë e konsumojnë në mëngjes. Të gjithë e konsumojnë në mëngjes, duke qenë se ka energji, të mban të ngopur, ka fibra. Konsumohet për efekte e energjisë dhe për të marrë disa nivele vitaminash dhe për të treguar i ngopur. Por nuk ka asnjë gjë të keqe që ti e konsumon një pjesë në mëngjes, një pjesë në darkë. Ku është e keqja? Pra ju po hani 2 kokra molla, apo po hani 2 kokra darkë. Sepse ne po i ndajmë njerëzit dhe po i fusim shumë në presion duke thënë s'duhet ham këtë, ki kujdes këtu, këtë me kaq gramatur, këtë me kaq kalori, jo, ne nuk duhet i lëmë çik njerëzit të lirë në konsumimet e tyre. Thelbësorja është që të heqim ushqimet më të dëmshme. Shumë thelbësore është që të kemi kujdes te zgjedhja e produkteve që të jenë të pastra dhe mos kenë nivele të larta pesticidë, hormonesh, edhe element tjerë. Element kryesor është mos mbingopja edhe konsumimi në çdo kohë ushqimit, çdo 3-4 orë, 5 orë. Pra duhet të lëmë pak vakte të gjata, shtimi i aktivitetit, gjumit, uli stresit dhe kombinimi disa ushqimeve të cilat të na japin një larmishmëri të vitaminave dhe nivelit të nutrientëve. Tani kalojmë prapë te tëshëra. Çfarë bën tjetër tëshëra? Tëshëra ul nivelin e kolesterolit keq. Megjithëse nuk ka kolesterol të keq të mirë, do bëjmë ndoshta në një temë dhe emision, është një lloj kolesteroli, se kjo është një demagogji dhe një mashtrim që ka bërë farmaceutika deri në këto kohë, por po themi përsëri të ecim tek ajo që e njohin njerëzit. Ul kolesterolin e keq. Dhe këtu e kemi një studim të Harvardit në vitin 2015, shkolla publike e Harvardit, thotë në 2015 një studim të gjatë që është nga efektivet në aspektin natyral të uljes së kolesterolit njerëzve duke përdorur tëshëra, duke përmbajtur nivele shumë të lartë të këtyre vitaminave, ndikon, pra vitaminave dhe mineraleve, të zinkut, magnezit, folateve, vitaminës B etj. Tëshëra ndikon duke ulur dëmtimin e arterieve dhe të pllakave tona në aspektin arterial që ne kemi. Pra, të pllakave të arteriosklerozës. Por, midis të tjerave, zvoglon edhe presionin e lartë të gjakut. Në qoftë se konsumohet. Forcon nivelin e sistemit imunitar, dhe patjetër që ndikon edhe te aspektin e përdorim edhe sepse edhe në historinë e tëshërës ajo është përdorur te romakët në formë banje, është përdorur nga francezët në formë parfumi, është përdorur nga Hipokrati në formën e çajit për problemet e zorëve dhe për sistemin imunitar dhe për të tjera, pra nuk është përdorur shpesh në atë kohë si ushqim, por përsëri është përdorur si vaj, është përdorur nga lulet e saj, pra edhe si vaj, edhe si çaj, po edhe për banjat për aspektin e lëkurës dhe qetësisë mendore, por po ta shikojmë në aspektin në Gjermani, në Universiteti i Mannheimit, pa që në një studim në 2018 zbuloi se konsumimi vetëm në 2 ditë të ndërhyrjes të konsumimit të tëshërës në një sasi të lartë kishte një rënje të diabetikët, pra të personat që kishin diabetin tipi 2, duke ulur ose duke mbajtur kontrollin e nivelit metabolik dhe të nivelit të glisemisë në gjak.
Pra, për gjitha këto funksione është një arsye më shumë për ta konsideruar në regjimin ushqimor, sigurisht për një periudhë të caktuar të gjatë kohore, që të japi dhe ato rezultatet e veta, gjithmonë duke u konsultuar edhe me çfarë kombinohet. Se kam disa pyetje praktike, nëse ke mbaruar me ndikimin që ka tërshëra në gjendje të caktuara. Kemi të tjera? Ka sa të duash, po të vazhdojmë me kryesore ti kemi thënë. Të shikojmë se kush e përdora. Po, se ka njerëz Altin që ankohen ose thonë, ose nëse është mit apo jo do të më thuash ti, që tërshëra shkakton fryrje të barkut, fryrje të stomakut, ka njerëz që nuk e tret mirë, ose që ka një lloj intolerance nga tërshëra. Sa qëndron kjo? Po, atëre jo vetëm tërshëra, po një pjesë e madhe produkteve. Kjo nuk duhet na bëjë që ne vetëm me këtë argument ta hedhim poshtë, sepse ka shumë njerëz të cilët kanë probleme me konsumimin e brokolit. Konsumojnë brokoli dhe kanë fryrje në barkë. Po, në zorë. Po ashtu konsumojnë fasulën dhe përsëri kanë fryrje. Konsumojnë thjerëzën, bizelen, dikush konsumon disa fruta dhe ka fryrje. Kjo është një problem i disbalancimit, i disbiozës dhe disa sëmundjeve inflamatore të zorës. Nuk është problemi i brokolit në këtë rast. Ne po e marrim në përgjithësi, pra personi ku rregullon, pra ne nuk mund të themi se laktoza shkakton probleme të rënda në trup. Është problemi personit i cili duke konsumuar në histori konsumimin e qumshit, pra qumshit të paketuar, i cili nuk ka elementet kryesor që ne kemi shpjeguar një herë tjetër, atëherë ka bërë që ne kemi një intolerancë më të madhe ndaj laktazës. E njëjta gjë ndodh edhe me këto produkte. Pra është problemi mikrobiomës tonë. Tani pse shkakton tërshëra fryrje? Po, mund të shkaktoj fryrje, madje mund të shkaktoj çrregullime të stomakut të disa njerëz. Kjo varet nga intoleranca individuale dhe mënyra se si personi e përgatit ushqimin ose si ushqihet me atë ushqim dhe sasinë që man. Tani, pse shkakton? Sepse tërshëra ka nivele të larta të fibrave. Patjetër niveli i lartë i fibrave vështirëson tretjen tek njerëzit që kanë probleme me stomakun apo janë të ndjeshëm në një mikrobiom të çekuilibruar. Dhe patjetër kjo do shkaktojë më pas rrjedhjen e fryrjen e zorës, do shkaktojë gazrat, do shkaktoj elemente të pakëndshëm dhe pastaj edhe probleme edhe në aspektin e ankthit apo depresionit të aspektit mendor. Nga ana tjetër, dëshëra ka nivele të glutenit. Është një marketing i pastër që thuhet që tërshëra nuk ka gluten. Ka tërshërë pa gluten, të cilët kanë kaluar një proces, megjithëse tërshëra ndahet në dy kategori. Faro është tërshëra që ka nivelin më të ulët të glutenit. Dëshëra ka më pak gluten se sa pjesa dërmuese e dritrave, po flasim për veçmisin, apo dritrave dhe po flasim pak në për grurin, ka më pak gluten, po ka përmbajtje të glutenit. Dhe personat që kanë probleme të sëmundjes celiatik, apo kanë një ndjeshmëri ndaj glutenit, pra nuk kanë arritur të sëmundja celiatik, apo kanë probleme të fermentimit të karbohidrateve, si quhet FODMAP, që është dieta FODMAP, atëre që kanë probleme me sindromën e zorës irrituar në këtë rast, atëherë mund ta shmangin. Se mund shkaktoj probleme negative, por ata mund ta testojnë fillimisht. Si mund ta testojnë? Të konsumojnë në një produkt, pra në një përzierje të një qumshi bimor ose në ndoshta edhe në kos apo element të tjerë, mund të konsumojnë apo në bukë, në përzierje bukësh, apo dhe në ushqime, në gatime, mund të përdorin 2-3 lugë të shërë dhe të shikojnë dhe ta masin. A kanë probleme apo jo? Se njëri duhet ta testojë se është do të jetë vetë doktori vetvetes. Se çdo trup është i ndryshëm. Çdo trup është i ndryshëm. Tretjet janë ndryshme. Ne kemi një mikrobiom të ndryshme. 98% e popullatës në botë kanë një mikrobiom të ndryshme. Nuk mund të jeni njësoj.